Atëherë me që jemi me blokun e 4 për ditën e sotme dhe normalisht që do të ndrojmë komplet temë të informacionit, vetvrasja e Festimi Sufit ishte një lajm tragjik që shokoi të gjithë popullin shqiptar, edhe pse ende nuk ka një raport zyrtar mbi këtë rast, krye titull ka qenë vetvrasja. Por kjo duket se nuk i ka bindur shumë njerëz. Rjeti e sidomos TikTok ka vendosur ta gjykoj edhe dënoj në fakt bashkëshortën e tij Irinën me komente që askush nuk do të dëshironte t'i shete. Po pse po linçohet ajo në këtë mënyrë? Kush po e krahason me Naim Murselin dhe po e akuzon për këtë vrasje? Këtë do ta diskutojmë brenda këtij bloku ku të ftuar në studio e kemi zonjën Gjeraldina Rexhepi. Zonja Gjeraldina është natësit ju kemi në Kosova Today. Gjithmonë kënaqësi me qenë juve. Normalisht në këse diskutime zakonisht e kemi edhe mikun e emisionit tonë zotri Vullnet Krasniqin. Vullnet, faleminderit se jemi me neve. Faleminderit. Faleminderit Vullnet. Dhe në lidhje direkte e kemi zonjën Jacqueline Lekatari. Jackie, përshëndetje, mirë se erdhe në Kosova Today. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe përshëndes edhe të ftuarit tuaj. Faleminderit shumë, e tek të ftuarit nuk mungon as zonja Linda Kalemi. Zonja Kalemi është natësi të jemi bashkë Kosova Today. Përshëndetje, Faleminderit shumë që jeni këtu. Në fakt, do doja ta nisnim këtë diskutim, këtë blok të 4 me komentet që natyrisht si redaksi kemi zgjedhur e që në fakt na kanë vrarë syrin e përmbajtja tyre e ka shokuar. Këtu janë disa prej tyre, thot një prej tyre, i kemi mbuluar emrat, shumë shpejt kemi postu Get Ready With Me me shku në burg, sepse Rina, si kujtojmë për ata që na shohin, ka qenë shumë aktive në TikTok, ka bërë shpesh video ku bëj gati me aktivitetet të ndryshme. Dikush tjetër thotë kjo është 100% kriminali si Naim Murseli, se kur e hum njeriu e shpirtin, nuk bjen nesërmen, nuk të bjen nërmen për telefon e ju më rregullu. Kjo meriton burg deri të sofë bashkë me Naim kriminali, zoti ju mallkoft. Unë mendoj se këtu ka pas tradhti që ka rrit deri te vrasja, thot një tjetër. Një tjetër thotë timet vazhdojnë, s'mundesh ka qet me pështu, të merr. Një tjetër komentues thotë s'ka shans me pështu, ti ai me de këtu, ka një dyshim. Një tjetër, a i po të donë të të avrisë të kishtë mbyllur derën dhe kishtë mbaru punë, uroj drejtësia të veproj dhe të zbuloj si kjo ka gish, dhe një tjetër thot, gruaja ka mbyt, inshallah kur ditë mirë nuk shë Rina. Dhe komenti tjetër i fundit, s'ka shans me bave të vrasje, me 2 theri në momentin që theret me një theri me thik, atë trup e lëshon, por kjo gruaja është e dyshim që e ka therë burin dhe e ka mbytur. Këto projën Kjo është gjykata TikTokut. Kjo është gjykata popullore. Kjo gjykata më e rrezikshme. Realisht. Por, sa shkojnë këtu Vullnet me detajet cilat kanë dalë realisht nga ngjarja? Qëre, unë për shumë raste tjera që kam raportu, është një farë nevoje e madhe në TikTok për me spekulu, tepër shumë. Dhe ti çfarë dush të çfarë dush fakti paraqet atë, çfarë dush interviste bën, menet e njerëzve janë të ndame. Edhe në shumë raste, edhe në këtë rast, menet e njerëzve publikut është të ndame që Rina me demek e ka një farfaj, sepse imaginata njerëzve, se qa ka ndodhë mrena në atë farbanese, se që shka ndodhë situata, që shka rrëdhe situata, imaginata njerëzve është shumë ma madhe se sa ka një herët e kalon edhe imaginatën e prokurorve edhe hetuzve që njekin atë rast. Po, qëre, të njofë shëshnin tonë, qëfar shëshnin jetojnë ana, na e kena rasin kur edhe gruja mbytet, vritet edhe fajsohet. Po, që e ka lypë. Po, nuk është kjo në farë befasie për mu se qka komentojnë njerëz dhe këtë. Kjo ndryshon për shkak që Rina është jashtë, edhe Rina mund të me lexu këtë komente, edhe mund të më përballë me një armatë të njerëzve cilët e kanë shpall fajtore. Po ta shtë na jena në një situatë kur prokuria ka intervistu Rinën, janë të zhvillu hetimet, kam informacione që të ka pas kamera, që shijet, jo mrena banesës, po jashtë banesës, shijet këtë procesi që shka shku me kërku ndim tek... Pra në hall të ndërtesës. Po, që shka shku me kërku ndim tek një biznes që ka qenë aty, edhe më në menej që mas shumë ke këtë bëj me mënyrën që që na i shohim gratë, që që na i referohim gjinis, se sa që ka të bëj diçka me ndonjë informacion që atyne për me... Pra, ju thoni se kjo është më shumë fajtore se është grua në këtë rast? Po, në këtë rast, dhe më këtë ideja është narrativa e këtyne komenteve shkon, ka aspekti që që na i shohim e trajtojmë edhe dhunën familje, edhe vrasit e grave. Po. Sepse atë komenti, nëse sheni, s'ka shans me pështu të aj me dek. Si është e mundur. Si kur jap një superioritet burit në këtë rast, fiks. Për superioritet, për është ideja e njerëzve që e ndajnë menen me demek që e krasojnë burin si një qene pak ma të fort,
Edhe me nuk ka shansë që ai me vdek me dy therje, sa të komentohet edhe me sa therje. Po dhe realisht se cekin një detaj vullnet, po edhe ty me rastet kanë sulmu për temat të ndryshme, edhe pikërisht për që të përdu më nërë. Qysh realisht përballojnë këto komente prej personit të cilit i dedikohen këto komente, se është një presion i madh, qindra mira komente. Qëre, një sen që është në Kosovë shumë që e kom përjetu unë, është njerëzit që komentojnë këto nuk ta thojnë sy. Nuk ta thojnë Nuk ta thojnë sy. Shumica e njerëzve që komentojnë që të keq për ty, kur të shohin për ball e kanë një çështje tjetër. Kështu që veçrinës veç i rekomandoj që mos me lexu komente, mos me lexu çfarë folin këto, po me vazhdu jetën kështu normalisht. U prek një pikë Gjeki në fakt që edhe kur në raste të tmerrshme kur ta zëm një burr vendos ja marr jetën gruas së tij, fajsohet gruaja, edhe në këtë rast kur sepse kështu të paktën deri tani informatat që edhe siç edhe tham në intro gjithmonë është raportuar për vetvrasje. Dhe prapë sulmohet rina këtu. Unë mendoj që kjo është një rast shumë i ndihshëm, edhe në këtë rast janë dy viktima, nuk është vetëm një viktim. Ku e shohim mungesën më të madhe është te puna e përshpejtuar ose mungesa e punës së përshpejtuar të prokurorisë edhe mungesa e dorës së shtetit. Se një prokuror i cili e thret një kryeministër, i cili nuk i bindet, ndoshta nuk e ka guximin as më marrë me këto raste. Të njerëz që shkruajnë me emën në mbi emën, cilët janë shumë lehtë të identifikueshëm, edhe kjo është një dukuni e cila është shumë e njoftun për shoqërinë tonë. Unë e kam rastin personal kur kam qenë me një kviz ditunis, komentet kanë qenë aq banale, sa që vajza em ka fitu trauma, ka pas nightmares në gjumë, në andra ju kanë qfaqe ato komente. Këtu shteti duhet me pas dorë. Edi Rama nuk ka faj që ka vendos me nalë TikTok-un në... Por ta njerëzit se të dojnë TikTok e dojnë tavolina kafeve. Shumë e frustrume. E she mundësin aty më shfry. Rasti është i dyshimt, a dhe ato duhet me thonë, pra ndaj prokuroria, është ajo dorë që duhet të qashti me zgjedhë sa ma shpejt. Zhaki, një armat prokurorësh të cilët komentojnë dhe fajsojnë live. Po, ose e thënë ndryshe dhunë digjitale. Gjuhë e dhunës ose dhunë online, e cila ndonë se, më fali, mund të rregulloni pak audion sepse dëgjoj vetën, faleminderit, e cila ndonë se ka plagë të cilat nuk janë të dukshme, në të vërtet është të dhunë e vërtet. TikToku apo rrjetet sociale janë thjesht një mënyrë e re se si ne shprehim apo komunikojmë me njëri tjetrin dhe në këtë rast nëpërmjet të dhunës. Ma nuk ma habit fare i gjithë ky gjykime dhe gjithë ky linçim që po i bëhet rinës. Ajo është një nga viktimat e shumta të shoqërisë tonë shqiptare, nuk bëj dallime midis Kosovës edhe Shqipërisë. Sigurisht që nëse do gjejmë fajtorin do ta shikojmë tek sistemi patriarkat dhe tek kultura jonë. Sigurisht edhe në folklorin tonë, nëse bëjmë një analizë të së kaluarës tonë apo të qoftë edhe të fjalëve të urta që ne kemi për të kuptuar se si në shoqërinë shqiptare trajtohet gruaja dhe sigurisht që gruaja trajtohet si kategori B apo si qytetare e dorës së dytë, nëse kthejmë kokën pas dhe shohim që për gruan flitet që gruaja ka futur djallin në shishe, pra është një metaforë që tregon që gruaja është gjithmonë dinake, gruaja e mirë rri në shtëpi si mortja në arkivol. Nëse analizojmë, ju lutem mund të ma rregulloni audion sepse dëgjoj veten edhe nuk po ndjek dot mendimet e mia. Më të rregull, këtu jemi në rregull, por do të kthejmë tek ty Zhaklina derisa të japim hapësirë për teknikën që ta rregullojnë, të lutem që mos i bezisim bashkë njerëzit që na shohin live. Linda, si e ke parë këtë në fakt? Sepse natyrisht duke qenë të informuar edhe me këto që ndodhen në Kosovë, keni një mendim për këtë? Bëhet fjalë për mua, se edhe më vjen pak sërinë në përmes. Atëherë, unë e paragjykoj një familje, shoqërinë dhe gjithë komunitetin shqiptar për këtë humbje dhe për këtë humbje që po ndjen vitet e fundit. Unë desha ta theksoj temën para se të jap mendimin, unë volumtova për dy karakteret të dy personave, të Nderit edhe të Rinës.
Sigurisht nuk merr me paragjykime se të ndrosh një mentalitet të një komuniteti shumë e vështirë, jo e vështirë, po do shumë kohë, ndërsa unë nuk kapa më tepër si ishin këta si çift. Duke patur parasysh që kam 20 vjet si aktiviste e shoqërisë dhe kam 20 vjet që merrem me shëndetin mendor dhe shëndetin fizik, kam përfituar shumë nga ekspertët edhe kemi shërbyer në mënyrë të tjera. Tani, unë pash në dy intervista të Ndjerit pash që Linda, çka thonë analizat tua për dy karakteret, me që i ka analizuar? Po, unë sa po i pash, para pak minutash, djali, do me thonë, Ndjeri është festim quaj, është artist me botë të brendshme. Pra, nuk është artist që se a i trajton të temën që vuante, sepse unë jam artist në dy intervista, sepse jam në dilemë që duhet bëj artin e vërtet që është arti im, apo duhet bëj art komercial për bukë. Dhe kishte probleme për këtë, sepse nuk... Po më thua se artistët i mbajnë në vete brengat më shumë? Po, unë kam dhe djalin artist që ka mbaruar Stamboll dhe është në nivelit më të lartë se doli pari dhe ka 25 vjet karrierë dhe vuan për këtë. Ai thotë unë jam artist e vërtet dhe nuk jam artist komercial. Sot TikTok apo media sociale ka bërë Kjo ka pas këtë dilemë festimi, a? A e dini ju që ka pas këtë dilemë festimi? Unë nuk ju dëgjoj pastër. Vullneti pyet, a e dini ju që festimi Ndjer ka pas të dilemë vetëm? Po, në intervista para një viti, para 2 viti, i keni në YouTube. Ndërsa Rinën e kërkova që ta shikoja se çfarë tipi është, më doli vetëm një video dhe krijova një ide, mendim si pas eksperiencave të mia se çfarë lloj marrëdhëniesh këto. Rina është, se nuk do të them ishte, është një vajzë që është më tepër për aparencën, për të qenë aktive. Pra, një grua e martuar. E çka do thotë kjo Linda? Sepse edhe unë bëj punë publike, po i bie që nuk jam person i mirë, apo çka? Jo, më falë. Mos paragjykojmë. Unë shikoj, kemi një marrëdhënie, sepse unë jam ndeshur me këtë lloj marrëdhënie dhe një djalë në Turqi tentoi të vriste veten me ilaçe vetëm se ishte një rast i ngjashëm. Pra, ne jemi të gjithë, domethënë ashtu si Rina dhe ne të gjithë, shoqëria, familja, jemi bashkëfajtor në këto krime. Pse? Sepse kjo situatë nuk është tani. Ai djalë, thonë edhe shoqëria, ka qenë më i mbyllur, më i ndjeshëm, i urtë. Fjala e urtë mund të fshihet si shtab psikologja në kjo mbasi në aspektin teorik Linda, por në aspektin praktik ne shohim njerëz shumë të lumtur që mbase në pamje të jashtë duket të lumtur janë shumë dominant dhe thellë mund të kenë probleme. Kjo sta përcakton nëse duhet të jesh artist, më pas mund të kesh probleme të tilla. Është kjo që thonë ju, po është dhe kjo që them unë. Unë nuk po them që është si çdo gjë. Por, në qoftë të se ke një burr që është i ndjeshëm, është më tepër me atë sensin e brendshëm, të brendshëm, nëse ti je një grua që bën duke u pudrosur në media sociale, mund të japësh imazh të gabuar. Ajo mund të jetë shumë e ndjeshme, mund të jetë. Po, unë nuk përmbarë do t'i fjali dhe mund t'i zëra dhe më duke që më pëmë dhe preni. Tani, unë do të them diçka, si natyra nuk ishin, do me thënë natyra që mund të kuptoni njëri tjetrin. Aq më tepër ne si shoqëri. Nuk kemi kulturë për të kuptuar sentimente, për emocionet e familjes, familjarit. E kuptoj Linda, e kuptoj plotësisht. Linda, do të kthehemi prapë te kjo, mirë po i kemi në terren, në lidhje direkte kolegën ton Alberta Gjini dhe ajo do të na sjell detaje tjera ekskluzive ta shohim se çfarë po thot familja në lidhje me rastin. Alberta, përshëndetje, lidhja për ty. Ju përshëndes edhe unë juve, unë ashtu si që edhe ti e ceka, ndodhem në Gjilan, e mbrapa meje ndodhet dhe shtëpia e familjarëve të festimi Sufit, i cili më 9 maj plagosi bashortën e më pas theri me thik veten, aty ku gjeti dhe vdekjen. Unë pata një bised me vëllajën e festimit, i cili nuk dëshiron të asesi që të dilte para kamerave, pa i nuk i shpëtoj disa pyetjeve të mia në lidhje me ngjarjen se çfarë dinte bashortja dhe gjitha këto. Ai potencoi që lajmin e kishte marrë vesh nga një familjar i tij e më pas kishin shkuar direkt në Prishtinë për të marrë më shumë detaje dhe për ditur se çfarë kishte ndodhur me vëllain e tij pra. I pyetur se nëse kishte pyetur dhe bashortën në ato momente se çfarë i kishte thënë ajo, çfarë kishte ndodhur në ato momente të merri pra.
në momentin që ai plagosi dhe atë bashorte në këtë rast dhe vrau veten e tij, ai tha që kam pasur një komunikim shumë të vogël me bashorten e tij dhe nuk donte që të jepte se çfarë kishin biseduar bashk. Ndërkohë, vëllai i tij tha që festimi kishte qenë më i vogël i shtëpisë dhe jo nuk kishte rritur një vëlla tjetër, pra këta e kishin rritur dhe e kishte lënë nëna jetim 14 vjeç. Ndërkohë ai kishte qenë një punëtor i madh dhe ndërkohë unë e pyeta edhe për marrëdhënien me Rinën, pra me bashorten dhe familjarët e të cilët nëse janë takuar mbas tragjedisë që ka ndodhur, dhe ai tha që po, kanë kërkuar që të flasin, por deri në një moment të dytë, kur të dalë mjekësia, pra me raportin mjeko-ligjor se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, do flasim dhe do sqarohemi tamam se çfarë ka ndodhur. Në momentin, po. Alberta, familja është duke pritur raportin zyrtar të mjekësisë ligjore dhe më pas do vendosë se do t'i flasë Rinës apo jo? Pra, kjo i bie... Në këtë moment nuk ishin e pyetur nga unë, të kërkoj ndjes kron, e pyetur nga unë vëllai i festimit, pra tha që për momentin nuk ishte komunikime me Rinën. E pyetur se cila ishte arsyeja dhe arsyeja ishte pikërisht kjo, pra pas raportit mjeko-ligjor do kenë edhe raporte ose ndoshta çfarë do ndodh pasi do marrët vesh e gjithë e vërteta se çfarë ka ndodhur. Në ato çfarë tha zotëria, ai dyshonte në bashorte në momentin që ai nuk fliste, pse nuk duhet kishte një komunikim me të, por me që kishte edhe këto dyshime, si duket kanë stopuar edhe komunikimin. Pra, Alberta, familja e festimit në këtë rast ende nuk ka arritur të bindet në pafajsin, ata thjesht po i presin edhe raportet zyrtare për të vazhduar pastaj me procedurat. Po, patjetër. Dhe prandaj dhe nuk kanë asnjë komunikim edhe me Rinën ndërkohë, bashkëshorten e festimit Sufit në këtë rast. Mirë, Alberta, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që na ke sjellur drejt nga Gjilani, pra e lirojmë Albertën, kthehemi tek Vullneti, një situatë që është normale pra mund të jenë ndikuar nga këto komente. Familja që sapo e ka humbur ngjarjen e vet me dyshuar në krejt botën. Edhe është e kuptueshme edhe sjellja atyne, edhe kur kanë informacione, edhe kur e presin një raport, edhe kur i shohin çdo komente, ndikimi është shumë i madh, apo kupton? Kështu që unë edhe pak i kuptoj ata, po ideja është lidhja që e bën Zoja me artin edhe me profesionin e mesanit, unë mendoj që është lidhje e kotë, unë besoj që nuk ka të bëjë me diçka të tillë që ka qenë mes komerciales, mes artistit, mes Rinës, punës e Rinës si influencere. Është çështje profesionale kjo. Jo, dese nuk është, është shije që ka qenë një raport pak më intim që neve nuk i dina për çka ka. Në fund të fundit askush nuk e di çka ka brenda një çifti. Edhe nuk është ndonjë rast shumë, ç'më thon, kriminal, ai krahasimi që bëjmë me Naim Murselin është krejt kot, sepse Naim Murseli e ka organizuar. Serina shkoi në varrim, për këtë e kanë se që i takonte të shkonte, normalisht ka qenë një jetë me të. Ama natyra kriminale është shumë e madhe. Te rasti Naim Murseli takimit ka qenë varrim. Po, për të arsye e kanë nxjerr paralele. Natyra ka qenë shumë organizuar, ka pas shumë njerëz të përfshirë aty, ka ndodhur në situatë në një prit aty tek rasti që po flasim në atë festim i shihet që ka ndodhur aty për aty, nuk ka qenë e planifikuar në momentet. Që sa më shumë që flasim në anë, mos harrojmë që Naim Murseli ka qenë i arrestuar me njëherë mas varrimit, domethënë me njëherë ka dalë informacioni është gjet info. Nëse ka pas diçka të vërtetë në këtë farë historie që këta po pretendojnë, unë besoj që Rina sot i shkon e arrestuar. Nuk shkon e lirë. Ai është intervistuar. Në Naimit ka pas përfshim më shumë njerëz. Po. Edhe ka pas tabulate telefonike, edhe ka pas video incizime më shumë, edhe ka qenë më e qartë. Prandaj rasti i Naimit është zgjedh shumë më shpejt. Por unë këtij rasti nuk do të kisha pas shef me dhënë konotacion gjinor. Komentet për Naimin kanë qenë edhe më të këqija se për Rinën. Mendoj si person publik e kom për detyrë dhe me përçu një mesazh pozitiv, sepse nëse e pamjen nga shtëpia e festimit dhe e krahasoj me pamjet që ne ka servu Rina dhe festimi për jetën e tyre luksoze, dallimi është i madh. Dallimi është drastik. Dhe më thonë që aty tritë dyshimi se nëse dhe ata lidhjen e tyne e kanë prezentu si ideale, ndoshta dhe lidhja tyne s'ka qenë aq ideale
sa e kanë prezentu. Po, për nuk ka lidhje që ka prezentu ata, se na së jetojmë në një botë ku prezentohemi si diçka. Jo, e vërtet. Që nuk ka nevoj me kanë bashkë ashtu që shprezentohemi. E vërtet, po unë po du me thonë që Smira dhe Zilia, e cila në gjallët në popull prej këtyne postimeve në rrjetet sociale, është që ajo që përbën frustrimin njerëz më të madh edhe detyrimisht edhe një reagim më të frustrum. Rrjetet sociale, jeta në rrjetet sociale nuk është reale, ktheju një jetës normale edhe po gjithmonë bëj thirrje që shteti me marrë në dorë, ta njerëz janë letë identifikueshëm. Ama në Gjeladina për kena vrasit e tilla edhe të njerëz normal që nuk kanë e farjete. Mund të ketë qenë një indikator vullnet, fakti që... Na tash në muna me spekulu gjithë shka, na muna me thonë që mund të... Jo, nuk jena për me spekulu. Ideja është që na përflasin për një qift. Shumë e ndihshme, shumë e Për një komplikuar. qift, për një ngjarje që ka ndodhur në një banese, që ka ndodhur aty për atë, që ka përfunduar, që ka qenë me thithë. Asa çfarë se dim. Dhe a mund të ketë... Nuk dim shumë detaje, është e vërteta e banesës, është fakti që në banesë. Brenda banesës është çështje që mund të konstatohet lehtë sepse aty ka qenë trupi, por a ka qenë një zëng që ka nisur një natë më herë dhe ka vazhduar deri në mesditë, apo mund të ketë qenë ndoshta edhe profesionale të tjerë të përfshirë, nuk dim akoma as kemi një raportuar. Ajo që tjetër të rast... Ka analizu festimin një të kom taku, ajo ka qenë një djali shumë i bresht, shumë skofjar. Edhe në qëfëse më kishte shku ndonjëherë mendja që ajo do t'ja kishte marrë vetës jetën, kur nuk do t'ja kisha mendu që do t'a bënd të në këtë mënyrë. Që do me thonë, pa fol shteti, pa fol drejtësia, na veç mujmë hi në hak njëni... Po, a ka më pas një autoritet vullnet që ta zëm shteti po thotë se 100% është e sigur që festimi Sufi ka kryer vetvrasje e që dikush e rehabiliton rinën më pas. Po, ama nuk po thotë ç'është. Jo, çka nëse thotë. Po, dyshohet. Raporti autopsisë është në përpunim me sipër, akoma nuk ka një version final, por megjithatë, nëse thotë, po them, nëse në një situatë që thotë është çështje kryer që raporti e konstaton që ai ka bërë vetvrasje, kush e rehabiliton rinën më pas? Zoti. Vesh nëse mundet. Kush e rehabiliton presidentën e cila dje ka marrë mesazh kërcënues. Po se pe lidh me çështë me... Po jo, se kjo është puna e mesazheve. Kur ke një pozitë publike edhe i mendon ndoshta kërcënimet, po kur ke një jetë normale që se ka menduar rinën që të bëhet pjesë e këtyre... E vërtet, po na jemi nënshtru kësaj mendësie këti lënçimi publik. Por ne e pranojmë të rol, ta zëm unë dhe vullneti e kroni që bëjmë këtë punë për ditë, unë e di që do të shkruaj një mal komentesh për mua, po s'të çaj kokën fare, kështu që ne jemi në rregull, ne po flasim për njerëz që bien prej këtyre situatave dhe më pas bëhen kryefjalë. Jetojmë në çet botë, edhe duhemi më mësumi përballu. Linda, Mos mi lexu, jo më përballu. Unë si lexoj. Por Linda, thelbi që ndron këtu, gjykimi dhe dhënia fjalës së fundit nga populli, para shfaqjes së detajeve nga policia e Kosovës. Unë pyetjet nuk ja dëgjoj mirë se ka shqetësim, atje domethënë ka problem teknik apo ushtimi. Unë desha përfundoj dhe të bashkoj me paraforcin që pak a shumë të në të njëjtën piku bashkuar, jeta e TikTokut apo këto lloj prezantime që janë media sociale unë kur flas sonde, kur flisë jo nuk të dëgjoj fare, prandaj më le të merrem një fjali. Ju lutem, jeta, kushdo që të jetë me pjekurinë tonë, mund të kuptoj që në qoftë se ka kohë, vite apo muaj, si thot shoqëria, që ky djalë ishte i mbyllur, i vuaj, pra kishte probleme, kishte një biznes të dështuar, bashortja sido që të jetë duhet, nuk është fare saj, është mungesë e kulturës. Duhet të kuptojë, duhet ta trajtonte me familjen, mendim psikologjike, mendimën e të afërmëve, pra, gjithmonë krimi është pika e fundit, që është ngjarja e fundit. Ne padashën tonë jemi bashkëpunues këtu. Prandaj ai nuk e mori ndihmën e nevojshme në momentet kur kishte nevojë nga personat e afërt? E keqja është se neve para 10 ditësh kemi folur për të njëjtat krime, për krimin e Turkut. Brenda këtyre 10 ditëve janë bërë edhe 3-4 vrasje të tjera dhe unë ju po them të njëjtën gjë. Këto, nëse ne do të harxojmë nga gjysmore të merremi me skenën e krimit në një kohë që ka ekspert, ne sigurisht do merrem me këtë, po me supozimet tona ne nuk zgjidhem asgjë. Ne duhet merremi si ta parandalojmë këtë dhe si të japim mesazhe që të rrallohen të paktën këto lloj krimesh, sepse nuk ka një krim të njanshëm. E thash shumë bukur avokatja në programin tuaj me një kostum të bardhë. Unë për thënjet e asaj kam arshënime sepse ishte
edhe profesionale, flisë edhe për tema sociale, ishte tepër e përgatitur. E tha me i burit pita mbi. I burit pita mbi. Dhe tha nuk ka krim të gramshëm. Nuk ka sepse e ke të bullizohet apo të sulmohet vajza pa dalë një përfundim. Ne jemi të gjithë me pjekuris, jemi profesionistë të krimit, por ne kemi pjekuris sociale. Është e qartë, një vajzë që lyhet me pudrë, më falë, në qoftë se do të lyhet me pudrë në Facebook, nuk është gabim. Nuk mund të themi që ka faj ajo, nuk e rëndon atë, po krijon një ide që kryzon që vajzë që nuk ka informacion, nuk ka mënuar. Këtë lloj marrëdhënie që nuk ishte e mirë, që e thanë parafolsin. Mirë, në rregull Linda. Edhe njerë duat kthehem tek Gjeraldina dhe te fakti që familja në një farë forme nuk do që mbase kjo që na tha dhe Alberta dhe komunikimi që ka pas me vllahun e festimit, pra sikur pret raportin zyrtar për të vendosur tutja do të flas me Rinën apo jo. Po edhe nuk kanë faj, si që ka... Jam në studio Linda, në fakt. Po janë materiale? Këto e materiale që ti duhen për të ndihmuar ekspertët që të nxjerrin një përfundim. Ai s'foli me këtë, s'foli me atë, s'foli me shefin. Këtu të gjitha materialet. E kuptoj Linda, ekspertët bëjnë punën e tyre, njerëzit bëjnë punën e tyre. Megjithatë, fakti që ne kemi një detaj që sipas gazetarës tonë, pra se ju drejtova Xherit për pak qaste, pra ka komunikuar me vllahun e viktimës së rasti i njëjti, thotë që janë në situatë natyrisht të pakëndshme, sepse sigurisht që ata dhe vullneti në momentin që janë ata në këtë situatë, ata fajsojnë gjithë botën, është edhe arsyeshme në mënyrën e vet. Jam në studio Linda, vetëm pak. Patjetër që ka prapaskena në çdo ngjarje. Janë gjëra personale, familjare, shoqërore që do dalin në kohë. Po kjo nuk do thotë që ai ka të drejtë këto s'ka. Me këto do të studiojnë. Dhe këto duan kohë, duan muaj, mbas edhe vit që të dali realiteti vërtet. Ne të kemi mundësi që të lehtësojmë sadopak, që të ndihmojmë sadopak që mbas 3 ditësh mos kemi. E kuptova, a më lejon të kthehemi të pak në studio, sepse natyrisht raporti thotë të gjitha dhe kur të bëhet raporti është çfarë let më pas të fajsosh të gjesh fajtorin. Ideja është se si arrim ne të ruajmë relacionet tona, Xheri, sepse në fakt kjo lëndon edhe Rinën nëse deli kundërta. Jam në studio Linda, vetëm pak, lutem. Kjo flet shumë edhe për raportin që Rina ka pas me familjen e festimit. Dhe për faktin që ata e kanë përjetu këtë dhunë kibernetike që përbod, dhe më thonë, edhe ata kanë ra përe, se është e mundën që mënyra që shë komentu Rina, i ka rritë dyshimet të ata, nuk i fajsaj, dhe kisha pas qef një dhonë fuqi dhe durim, drisa gjërat sharon, është ma mirë mës me reagu, se sa me pas reagim negativ në këto situata. Unë me gjithë të mendoj që familja është dashme pas një farë kujdesi, një farë ndjesie ndaj Rinës. Nështë ta se kanë pas kur. Në fakt që kjo pika kryesore nuk e di raportin e qiftit me familjen e festimit. Sepse ka mundet me qenë një lidhje që nuk është nda me familjen, nuk kanë shku tek familja, nuk kanë pas një farë raporti, por me gjitha të, unë mendoj që në një situatë të tillë, kur ti e hub djalin edhe dikush një vajzë që ka kalu me djalin tënd, unë mendoj që pak një farë ndjesi është dashme qenë, po fakti që s'komunikojnë, atë bën me menu pak ma ndryshe për këtë ngjarje, atë jep dyshime Jo, se na nuk e dina, nashta nuk ka pas hiç raporte, nashta nuk janë njoftë, veç që kanë ditë që janë tu kalu se edhe mos me pas raporte bre vullnet. Kallëzo ma të vërtetën, ti e njëri fundi që ma ki pa djalin, regom që ka ndodhë, dhe me thonë këtu është complicated, po shumë. E dyshim do të thotë shumë. Po dhe, se familja festimit nuk mene që mund të pas farqasje hala pa e dit, nuk mund me thonë të edhe pe pres raportin, për ditë në ko edhe për pe pres raportin nuk përdu me fol me vajzën e cila ka po. Pra ka dyshime negative në këtë rast. Po dhe, po që kënë dimon që kjo është kur ti jeton me një si farë situate ku krejt njerëzit i gjuhën e shpallin fajtorit. Pra, ju thëni që kjo ka mujtë me ndikun raportet. Po, ashtë qarën, normalisht, sepse tama nuk thym të thelbi. Si për neve mund të më këtyre të familja vetë, familje si cilit për neve. Shme reagu një situate. Por bitë që si që të tha Gjeraldina në këtë rast, Rina ka qenë personi i fundit që ka pa festimin. Dhe mbi të gjitha, në base mund t'ja hapësh mundësin që fillimisht flasësh. Kur të dej raporti është çështje tjetër, më pas gjërat përfundon. Jo, që kthej situatën kështu me të ndodhë ty. Nëse për dek dikush i familjes tane, vllai jot ose djali jot ose dikush, edhe personi i fundit që ka qenë me ta e dashur Rina është atë. Instinktivisht unë kisha shku me fol me ta.
Sepse dua detaje, dua të di çka ka ndodhur. Po, dhe më thënë, para se Por është edhe një aludim sepse ne nuk e dim anën e rinës realisht në lidhje me krejt këtë komunikim, kështu që nuk e dim anën e rinës, po Ja nuk e dim as pari relacionin e tyre me familje, para ngjarjes. pikërisht është pak sepse Apo nëse familja ka ditë diçka. Apo Parë do familja relacioni edhe pas qeni qytetar që ka qëllu që atë, unë e kisha shku me fol me ta. Unë kisha shku, edhe pa mrimi lexu komentet bile. Po ku e dini, pas janë refuzu fiks. Ndoshta kanë folur dhe nga e folura kanë arritur në një konstatim të tyre? Nuk e dim, kur. Po supozojmë, por ajo që do donim shumë të ndodhte është që ky raport e autopsisë të dilte sa më shpejt, në mënyrë që natyrisht të merrte fund gjithçka, sidomos në kuptimin e atyre që janë gjallë, familjarëve të festimit, fillimisht pas rinës. Jo, në që të më pa edhe në sen shumë të rëndësishëm që është të ndodhë të sistemi prokurorial në Kosovë. Nuk e di ja keni vrejtë, kur ndodhë një si vrasjen e diçka, dolin prokurorët, edhe thonë diçka se cila lenë shumë me u këtë shkështu. Te Lika, për shembull, të rasti policit Lika. Cilin rast, del prokurori e jep një fjali edhe kjo kjo e qetë më pa, që sistemi prokurorial të na nuk e ka aftësi, nuk e ka dikant të meqëm që du të me shkru. Unë i shoh raporte tjera që ndodhin na për Evropë edhe në rajon. Kur te lexon një raport të prokurorit ose një raport të policisë, e ki krejt qartë. Ose nuk t'jep hiç info, ose t'jep info të qarta. Pa ndodh kjo edhe në raste kur janë të qarta, apo vetëm në ato të pa qarta? Se në rastet e pa qarta e kon vrejt fjalia fundit, të janë dyshim. Po, kjo ndodh sepse sistemet e tjera prokuroriale e kanë të qartë se çysh mirë të japi publikut. A din që ti një fjali, një konferencë në prokurorit në Kosovë, e me marrë me ngu, edhe me pas menën e keqë ti. A di çka mundesh me ndodhë me i bësaj, masakër mundesh me bëha. Po për që ato në pej fillimit, po Te rasti Likës. Po i është e prokuroria. Rasti Likës, unë e kom pas mundësia aty, ose si gazetar, ka pas mundësia aty me spekulu, jo, ka pas çështje pune, jo nuk po çështje Shkallë pune. dhe prokurori që janë shumë sakta në Kosovë, nëse do me ta tregush prokuroria APS edhe zëdhën si sa Shkodran Nikshi, që në formë rekorde dhe të detajuar na sjell të gjitha raportet. Nikshi që del, ama Nikshi që është i trajnuar se ka qenë gazetar më herët. Nikshi e din saktësisht prokuroria rajonale tjera. E din saktësisht, ai ç'është më referu një rast. E kuptoj, por megjithatë ndonjëherë edhe vëmendja është jetë e madhe Xheraldina se duam të fajsojmë drejt për drejt dhe mbasi jemi ne ata që i vëmë në një farë presioni dhe për shkak të komunikimit të shpesh që kemi na japin informacione të shpejta. Dhe këto presin, këto sigurisht këto janë ato që po vonohen, po. Dhe më shpejt se ka, se duket se ato realizohen jashtë Kosovës, më duket, ha? Okej, shkojmë tek Linda të lutem për fund sepse jemi krejt në fund, Linda. Jo, s'ka gjë, një pyetje desha të bëj. Po? A keni informacion që i ndjeri, festimi, mund të kishte nevojë për një periudhë për mjekim të problemeve të shëndetit mendor, për stresit apo për në një depresion të fshehur? S'kemi, besoj që nuk ka akoma. Prandaj, ka mundësi siç dalin dhe përfundime, se kjo çështje mund dalë edhe me vite më pas, uroj që sa më shpejt, por këtu mund kemi të fshehur një depresion apo një sëmundje, në mos mundë një situatë, një simptom të shëndetit mendor që nuk është kuruar në kohë. Dhe prandaj këtu nuk është vetëm një krim, këtu duhet parë në disa fusha mendoj, kështu që unë për këtë rast nuk dëgjova një. Këtë e di vetëm familja, këtë e di gruaja. Nuk është dyshimit të gjendja ati mendore. Është dyshimit të mënyra e marrë. E ke mikrofonin, nuk e ke mirë mikrofonin Xheraldina. Xheraldina thot të rast nuk është dyshimit tek, po tani mund të flasësh Xheraldina. Këtë rast nuk Mbase gjere do të presë. Linda, Xheraldina thot që në fakt nuk është duke u lumtuar tani për tani gjendja e tij, nuk është çështja tek gjendja e tij shëndetësore apo mendore. Jo, më falë, e kuptoni gabim, gjendja mendore kuptoni vetë, më falë. Gjendja mendore kuptoni vetë kur njerëzit janë të degraduar. Gjendja mendore fillon që në fëmijëri, që në rini, e fshehta në presion dhe shpërthela një moment. Kështu që këtë e thot mjekësia, nuk e them. Mendoj që edhe kjo fushë duhet parë. Mos të bëjmë të gjithë gjykatës, mos bëjmë ekspert, po të merremi me parandalimin të këtyre problemeve. Që nëse mund presim rastin tillë. E kuptoj, mirë Linda, të faleminderit shumë që ishe sot në Kosova Today, të urojmë shumë që natyrisht gjithçka do të zbardhat në mënyrën më të shpejtë të mundshme dhe gjitha palët e përfshira këtu të pësojnë sa më pak lëndim shpirtëror emocional sepse jeta vazhdon tutje. Linda, të faleminderit edhe një herë.
Faleminderit. Faleminderit shumë Gjeraldina, se të kishim këtu. Faleminderit Vullnet Krasniqi, natyrisht kjo